Diga Lumit Mirusha një objekt me rrezikshmëri jashtëzakonisht tepër të madhe. Pamjet nga dronet shpërfaqin shtëpi, prona, kafsh, vetura e çdo gjë tjetër të pushtuar nga uji. Malisheva ishte njëra nga zonat e prekura që brenda vetes ka një bombë ujore me alarm. Në komunë është ndërtuar një digë e cila është dëmtuar dhe kërkon ndërhyrje të shpejtë. Në disa pjesë koti është e pamundshme që të reagojmë tani për tani, sikur që është diga Lumit Mirusha një objekt me rrezikshmëri jashtëzakonisht tepër të madhe, e cila ka pësuar dëmtime të mëdha në trupin e saj, përkatësisht në gjendjen e saj, sikur që e ka rolin edhe digës. Shkaktari themelor dhe kryesor është shtrati i Lumit Mirusha. Ky shtrat prej kohësh nuk është trajtuar, fakt, apo ndoshta nuk është trajtuar kurrë, e që tashti ka në kohën e fundit apo në periudhat, në dekadat e fundit, ky shtrat i lumit veç është ngushtuar, është penguar, edhe duhet të trajtohet nga institucionet kompetente. Në këtë rast bara apo kompetenca apo përgjegjësia bien mbi Ministrinë e Ambientit dhe të Infrastrukturës.